Banorët e fshatit Manastir, i cili gjendet midis Sarandës dhe Eksamilit, pretendojnë se një projekt po qarkullon informalisht për të zhvilluar këtë territor dhe për të bërë resorte luksoze. Pjesa më e madhe e tyre janë kundër këtij resorti, për shkak se mund të privohen bizneset e tyre, si dhe një pjesë e banorëve ngren shqetësimin se qëllimisht banesat dhe bizneset e tyre nuk po marrin certifikatat e pronësisë. Artur Toska, i cili banesën e ka përshtatur në dhoma me qira për turistët, jeton me ankthin se ditë pas dite në fshat do të hyjnë fadromat. Investitorëve që kanë shprehur vullnetin për të zhvilluar këtë territor, Toska u referohet si koka të mëdha, që sipas tij po e ndajnë vendin pjesë-pjesë. Çdo gjë janë kokat mëdha, flasim në realitet janë kokat e mëdha brenda. E ti ki vendi jon mos të vesh vendalidhe, mos bësh plazh në vendin tënd që është nuk është do bëjnë resorte. Po, resorte po, sa do vinë po ndërtohen. Kjo po ndahet pjesë-pjesë. Kjo është e imja, kjo është e imja, kjo është e imja, ne si popull, ne fukarin këtu të ngelim një lloj. Na prishin resortet më na prishin, që sa prishin. Më prishin. Ju akomodoni njerëz zakonisht gjatë verës? Gjatë verës, po ajo është libertimi gjatë verës, vëmë që të ushqemi dhe ne, po kush lën, këta s'lën këta një. Nuk na lën të ushqemi. Ky është. Se janë ata që hapin resorte, të izën pjesë. Njëri zë këtu, tjetri zë këtu, tjetri zë këtu. Po këto të shikoj Rama, pse mund të marrë shokun e tij që ka aty që është frastile për to. Kjo nuk lejohet, është popullit. Sa resorte janë ndërtuar? Radhë. Që kur dalin bashkohet me Sarandën. Se kështu do bashkohet që kjo firma që është këtu tani, sa firma është kjo, do vi deri këtu te Manastiri. Ky Manastiri tjetër do vi nga Manastiri do bashkohet me Sarandën. Teksa u udhëtojmë pak metra më tutje, takojmë Gëzim Hoxhën, i cili posedon një restorant përballë plazhit të pasqyrave, 70 vjeçari, i cili gjithë kursimet e jetës që punoi në Greqi, investoi në këtë biznes, na tregon për një hartë të kuqe të investimeve strategjike. Gëzimi akuzon institucionet dhe konkretisht kadastrën se qëllimisht nuk i pajis me certifikatat e pronësisë për shkak të presionit nga lart. Nuk më ka ardhur njëri që të më shqetësoj që o zotëri, ti ke shkelun tokën time. Këta tani çka kanë bërë? Kanë bërë një hartë kuqe që asnjë hipotek nuk vete dot, asnjë bashki nuk vete dot. Siç e pata atje për teja. E kanë proces legalizimi, proces legalizimit i kam 2014. Edhe na bashkia, edhe na hipoteka. Do të thënë që na e ka thënë hapur që ne kemi presion lart. Kemi me telefon, kemi me video, atyre u ka dali KMT-ja. Thaj, këta mund të bëjnë po, në fund fare tha mund të bëjnë jota. E i kanë dhënë një hartë tani dhe atje kjo tokë i përket vllajt, kjo tokë i përket Hallës, kjo tokë i përket Xhaxhait, kjo tokë i përket djalit Hallës. Dhe ka bërë me vit kuqe. Djali i Tieni, që është i punësuar në të njëjtin biznes, e shet të ardhmen larg familjes, nëse fshati zëvendësohet me resorte luksi. Çdo investim strategjik që do bëhet është keq për popullatën këtu për njerëzit e fshatit. Edhe asnjëherë nuk e do investimin strategjik vëllai, po bëj investimin strategjik këtu, ke parasysh, do marrë gjithë fshatin. Ndikon në çdo gjë, jo vetëm te biznesi vëllai, po ndikon në çdo lloj gjë. Ndikon te biznesi te njerëzit. Njerëzit janë këtu për shumë shtëpi janë atje për shumë do ikin të rato. Unë thonë që do bëhen fillojnë nga atje ku janë bërë ato dy gropat, edhe do bëhen kështu investim strategjik, do përfshi dhe sa shtëpi, do me thënë këtu tutje te zona aty. Më të pak në numër janë ata që mbështesin investimet strategjike, por me kushtin që mos të dëmtojnë banorët dhe bizneset lokale. Nuk është mirë që një shqiptar dhe të punojnë në Greqi, edhe mos le të bëjë resorte atje ku s'prishin punë. Për mendimin tim, ku s'prishin punë? Se ku e ke ti tokën do ta dish ti si do ta disponosh me. Në këtë fshat besoj të do gjë, ata mund të marrin pjesë në ndje poshtë, le të bëjnë çfarë duan, po për sa i përket familjarëve këtu nuk besoj që të ndodhë pjesa tjetër. Mendoj që këtu kishte një birokrasit, një çoçoli, ka patur si trashëgimtara kujdu se ka patur tokën e tij, edhe faktikisht janë ndërtuar. Këtu janë 170 objekte, shtëpi, banimi. Nga këto 150 janë të legalizuara, janë me hipotekë, jo të legalizuara. Edhe unë kam me hipotekë shtëpinë. 20 familje janë të pa
hipotekuara, po janë në proces legalizimi. Për të marrë një informacion zyrtar, MCN ju drejtua përmes kërkesës për informacion Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve, e cila konfirmon projektin që është paraqitur pranë kësaj agjencie, ndërsa evidenton se ende projekti klasifikohet i pamaturuar nga Komiteti i Investimeve Strategjike. Pranë Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve ka shprehur interes subjekti Premium Finance Invest SHPK me projektin e emërtuar Xamil Seaside Resort dhe Residential The Mirrors, i cili synon të realizojë një resort turistik në këtë zonë. Projekti është në proces dhe klasifikohet si ende i pamaturuar për vendimarrje nga Komiteti i Investimeve Strategjike. Kompania Premium Finance Invest aplikoi me projektin e titulluar Xamil Seaside Resort në Këshillin Kombëtar të Territorit në 27 janar 2025. Kjo pasi e kishte fituar statusin e investitorit strategjik për një tjetër projekt në Durrës 4 vite më parë dhe që duket se gati ka dështuar, ndërsa për projektin e Sarandë, KKTU miratoi brenda 23 ditësh lejen e zhvillimit, e cila përcakton kushtet urbanistike të zhvillimit të pronës dhe i paraprin marrjes së lejes së ndërtimit. Pas më shumë se një viti, leja u zbardh vetëm në fillim të muajit qershor, duke ofruar më shumë të dhëna teknike për projektin që pritet të zbatohet në 2 faza. Fillimisht, ai do të fokusohet tek ndërtimi 46 vilave private, ndërsa në fazën e dytë, projekti përfshin një hotel me vila mbështetëse dhe shërbime, bare dhe restoranti. Planvendosja e projektit shtrihet në një pjesë të mirë të fshatit që numëron mbi 150 ndërtesa dhe kërkon që në të dyja fazat të rrafshojë objekte ekzistuese, të cilat sipas banorëve posedojnë edhe certifikata legalizimi, që sipas tyre u ofruan nga shteti pa u përmendur se prona ka një pronar jo shtetëror, pra privat të tjerë që pretendojnë atë. Për të marrë një koment në lidhje me pretendimet e banorëve, MCN ju drejtua me një kërkesë për informacion kompanisë Premium Finance Invest, por kjo e fundit refuzoi të kthente një përgjigje deri në këtë moment të publikimit të lajmit. Në lejen e zbardhur të zhvillimit rezulton se projekti do të zhvillohet në pronën e Iliriana Demirajt, Çoçoli. Ajo është trashëgimtare e familjes e cila trashëgon parcela tokash që nga Xamili dhe që lidhen me ndarjet historike të tokës gjatë periudhës së mbretërisë së Zogut. Vetë Çoçoli nuk ishte arritshme për një koment mbi çështjet e pronësisë, ku do të zhvillohet projekti që ka gjetur të papërgatitur banorët e fshatit Manastir.